për shëndetësinë, për shkollën, për drejtësinë, për për infrastrukturën. Unë mendoj që nuk ekziston një zgjidhje perfekte e kësaj reforme. Nuk ekziston reforma perfekte. Pra dhe me ata që këmbgulin të identiteti, kur e bën diskutimin në këtë mënyrë, fiton logjika e shërbimit që shkon pranë tyre. Reforma, domethënë po të marrim 27 vendet e Bashkimit Evropian, si e ka një vend, nuk e ka një vend. Ose cili ruan specifik në vetë. Ke nga shembujt me identitet fort, si që janë Franca dhe Italia, dhe që i kanë ruetur në 10 mira rrinë, ke shembujt si që është Irlanda, që ka vetëm 30 bashki, dhe është shtetë më i madh se ne. Ke rastin e Danimarkës që i ka ulur ndjeshëm, ke rastin e vendit tonë të afërt Greqia, i uli 1000, i uli 500, tash i ka ulur nën 300. Domethënë nuk ka një, dhe unë nuk besoj se nga këto shembuj. Ka një model që mund ta marrësh shablon. Modele ka disa, por ne duhet të gjejmë modelin tonë se si funksionojmë më mirë, dhe si shërbimet janë më eficiente dhe si arrim të jemi më të dobishëm për qytetarët për t'i dhënë shërbimin e dur me standardin e dur. Dhe kjo duhet mbaj në baraspesh, po, edhe elementin e eficiencës ekonomike, duhet mbaj edhe elementin e afërsisë vendimarrjes, edhe elementin e identitetit, dhe element të tjerë që kanë të bëjnë me mundësinë për të rritur të ardhurat e veta, mundësinë për përfituar nga projektet e Bashkimit Evropian, mundësinë për të bashkëpunuar me bashki të tjera në rajon apo dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Domethënë, janë një multifaktor.